Këto dietarët i kanë dy qasje. Në shumica thënë se shikohet fillimi dhe mbarimi. Të më thonë momentin, për shkak ta llogarisim fillim të Ramazanit. Me një Ramazan kam rrinë nisabin dhe kam filluar me llogarit vitin. Në Ramazan të vitit të ardhshëm e shohim që nisabi vazhdon me qenë prezant ose ndoshta mbi nisabin, atëherë ndonjë ramje eventuale gjatë vitit, kjo nuk mirret parasysh te një pjesë e madhe dietarëve për arsye se do thonë edhe është e vështirë pa ky me e përcjell gjendjen e tij vazhdimisht apo i bën nisabi jo, po për ti kërkohet fillimi i nisabit edhe fundi. Ndërsa disa dietarë e kanë qasjen më ndryshe të ajo se a konsiderohet pronar ose poseduesi i nisabit ky ajo. Po çu i themi dikujt që është poseduesi i nisabit që për shembull 2 muaj ose 3 gjatë vitit nuk e ka pas nisabin. Më thonë nuk është ndoshta që ka hadithe dhe tekste sheriatike për këtë çështje, janë ijtihade të dietarëve, që ndoshta kjo është më e kapshme, kjo e shumicës së dietarëve që shikohet fillimi dhe shikohet mbarimi. Do të thonë vazhdimisht pasuria lëviz. Madje edhe tregtia. Do të thonë mund të më do dikush që hyn tregtin fillim me 20.000 euro. Pastaj shet një pjesë të madhe të mallit edhe nuk ka mundësime edhe i bin artikujt, edhe nëse i shkojmë për një periudhë të shkurtër, për shembull se periudhë caktuar, shohim që në dyqanin e tij ka material, ka ramje në 10.000 euro. Mirë, po fundi i vitit e shohim që prapë është me 30.000 ose 40.000 kështu më radh.